Sot ne kemi prezantuar programin e ri Rilindja 2.0 për sa i përket ndërhyrjeve në territor dhe zhvillimit qëndrueshëm rajonal. Janë plot 11 objektiva strategjik, të cilët do të përfshihen në kuadër të këtij programi të ri, duke filluar me forcimin e identitetit lokal. Ky program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin që kanë zonat caktuara të Shqipërisë, aq më shumë duke marrë në konsiderat zhvillimin që tashmë sektori i turizmit ka, por në njëjtën kohë për të krijuar dhe për të forcuar dhe më tej identitetin lokal që ne kemi në territor. Përmirësimi i funksionalitetit dhe aksesit në zonat urbane. Këtu tashmë po fokusohemi në ndërtimin e parkimeve për të krijuar akses të qëndrueshëm në zonat urbane. Janë tashmë evidentuar plot 160.000 metra katror sipërfaqe në 12 bashki, të cilat kanë një potencial deri në 15.000 poste parkimi. Jemi fokusuar në bashkitë që kanë jo thjesht intensitet urban të theksuar, por mbi të gjitha dhe flukse turistike të konsiderueshme, duke marrë parasysh ritmin e rritjes së sektorit turizmit gjatë viteve të fundit. Objektivi i tretë është rigjenerimi i ish hapësirave industriale në asete për komunitetin. Janë ish fabrika të cilat janë privatizuar ose janë pjesërisht të privatizuara ose janë plotësisht në pronësi shtet. Këto janë potenciale ekonomike lokale të cilat duhet i rikthehen komunitetit. Në fokus do të jenë patjetër shërbime parsorë që i vinë në ndihmë komunitetit, duke filluar me ambiente sportive apo zona rekreative, por në njëjtën kohë duke parë me himtësi dhe zhvillimin ekonomik lokal, sidomos duke orientuar nëpërmjet startupeve të reja, të cilat mund të përdorin këto asete. Objektivi 4 është rritja e standardeve të infrastrukturës publike, duke harmonizuar arkitekturën lokale me atë çfarë qytetet ofrojnë dhe mbi të gjitha duke krijuar potencial të ri zhvillimi për zona të caktuara. Këtu fokusohemi përgjithsisht në objekte publike që kanë të bëjnë me sistemin e edukimit, sistemin parauniversitar. Jemi duke punuar ngushësisht me një skuadër gjerë arkitektësh, vendas dhe të huaj, të cilët do të vinë në ndihmë bashkive me projekte pro bono për të krijuar mundësinë e tyre për të pasur projekte që realisht sjellin një vlerë të shtuar në territor. Nxitja e inovacionit është objektivi i 5. Unë e përmenda pak më parë që nxitja e startupeve në nivel lokal për të krijuar zhvillim ekonomik dhe për t'i dhënë mundësi sidomos të rinjve për t'u përfshirë në zhvillimin ekonomik lokal. Kjo do të bëhet pjesë e skemës kombëtare për sa i përket mbështetjes së startupeve, por do të ketë një fokus edhe lokal. Sot, për shumë arsye dhe për faktin që shumica e universiteteve janë të përqendruara në Tiranë, është normale që pjesa e konsiderueshme e startupeve hapen në Tiranë. Besojmë fort që është e domosdoshme që ne të krijojmë një art sa më dinamike në të gjithë territorin për sa i përket startupeve dhe mundësive që krijohen për të rinjt, për të krijuar bizneset e tyre, sidomos lidhur ngushësisht me inovacionin. Objektivi 6 është përmirësimi i mjedisit urban përmes mbulimit plot territorit për menaxhimin e mbetjeve, por jo vetëm. Në këtë kontekst jemi duke punuar ngushësisht me shumë bashki për sa i përket mbulimit 100% territorit, por në të njëjtën kohë dhe duke plotësuar ato standarde që tashmë do të jenë detyruese si rrjedhoi integrimi i Bashkimit Evropian, duke filluar me riciklimin dhe jo vetëm. Objektivi 7 është transporti urban publik. Tashmë jemi duke trajtuar një numër të konsiderueshëm bashkisë që do të jenë model i këtij kësaj nisme. Transporti do të jetë i bazuar në autobusa elektrik. Bashkia e parë e cila do të pilotohet do të jetë brenda 3 mujorit të fundit të këtij viti. Kjo do të jetë një mundësi transformimi rrënjësore për këtë shërbim në nivel lokal. Qeveria qendrore do të vinë në ndihmë bashkive për të kaluar barierën e parë, që është një barierë jo e vogël për sa i përket investimit kapital për të krijuar kapacitete për të ofruar këtë shërbim në standardet e duhura.